16 vjet ke që e kërkon gocën edhe bravo të shumë. 16 Bravo të qoftë, je tamam burnesh, për zotin, burnesh. Bravo të qoftë. Vetëm unë personalisht dhe nuk do t'i ndalim derisa ta kem shprimën e fundit. 16 vjet jo nona shkret valla, shes jo nona. Nona. Bajnë thirrje gjithë shqiptarëve, gjithë bosave TikTok-u, gjithë njerëzit që kanë Tani çan dime do nga mu dhe nga njerëzit e mi dhe nga populli im dhe nga ndjekësit e mi dhe nga kjo. Çan dime do të bëj më thuj. Është hapra kos Tani unë dua edhe diçka që njerëzve të mi që do të ndihmojnë, dua të di se për çfarë do shkojnë këto lekë, vetëm kaq. To do të shkojnë për kërkimin e Bleonës në rrugë private, qoftë për detektiv, qoftë për avokat, qoftë për psikolog, qoftë në kërkimet e minja që 16 vite. Tani më fal se të ndërpreva, i kam një 3-4 shok këtu që po komentojnë që janë çuna që kanë kontribu në çdo lloj GoFund, janë çuna bosa që kanë fut shifra lekësh. Është Arioni nga Tepelena, i shoku im që komentoi këtu direkt, është ky dhe do falenderoj dhe Zoti ju ashtoft. Unë di të them që ne shqiptarët, a kupton, jemi për njëri tjetrin, sidomos në këto raste që janë raste serioze, janë raste, si me thënë, dhimbshme, normal që ne jena të gjithë për njëri tjetrin, edhe unë do jem i pari si nga të gjitha që kanë lidhje me TikTokat dhe me influencer që kanë për të ndihmu, se më keni kontaktu, se unë për zotin s'kam pas në herë kontakt, po më ka marrë ajo Odeta sot, edhe më tregoj rastin sa në gjolla. Kozaku e tregoj një gatishmëri, tregoj atë qunin vullnetar, atë qunin me zemër të madhe, sepse je prind, edhe imagjino të mungoje fëmija, edhe ta dish ti kriminalin e fëmijës që t'ja bash një keqe, dhe si ka qenë kjo jetë për mua. Terë. Sa vite, vetëm mbështetjen e prindërve kam pas, asnjë mbështetje, qoftë nga shteti, apo nga bashkia, apo nga komuna, absolutisht zero kanë qenë. Për zotin nga mu e ke ndihmën deri në pikën e fundit, për kokë çunit. Zoti bekove, Zoti u ndihmoj jo vetëm me një ditë, po me çat kesh nevojë, kam për të ndihmu. Unë do doja që ti, unë do ta hell GoFundin tat në TikTok, në Instagram, në çdo rrjet që unë kam. Shumë shok, shumë miq, shumë dashamirës që i kam, do i them që do të ndihmojnë. Po, e mira do ishte që të vijë edhe live nesër, të hapshe një TikTok, nxirr edhe atë GoFundin, edhe besoj se do t'i jepim një dorë të mirë me gjithë njerëzit që jemi këtu, me gjithë. O, Zot, për shala, përse dhe jam shumë lartë qytetit, jam në një zonë ku akoma nuk kemi rrugë makine, më besoj, jam në një zonë të thellë, qytetin e kam larg, spitalin e kam larg, për kërkimet e Bleonës më duhet 3 orë me hespital për të arritur në Kukës. Pse, aq larg është, e? O, larg që nuk ka makinë në vendi, është shkatërrua, rruga shimë, Sa kalamaj ke? Bleonën edhe djalin e kam më të vogël, di fëmijë. Sa vjeç është djali tani? Djali është viti ditë, pra i vogël është djali. Do me thënë, ai rrin në konvikt, sepse për shkak situatës, për shkak të rrugës, për shkak të gjendjes që duhet faturosh, duhet paguash, nuk e di, është nuk gjen fjalë. Përshkruaj për këtë dhimbje që po e mbajnë mbi supe ka 16 vite. Ta përballosh e vetë me një nan, këtë dhimbje nuk është as ka qenë dhe as nuk është e lehtë. Dhe të falenderoj me zemër, falenderoj shumë udhëzimin, iniciativën që ke marrë dhe të mblidhemi të gjithë. Po jo, se është për të bërë kjo raste se ti je fidhikat, nuk bëhet llaf, ne kena animu njerëz tu
që s'kan pas Ju kanë pa dhe taksirat që ke pas ti dhe i kena një mua, kupton. Nuk bëhet laf, unë nga mu ti numrin ti me ke, unë thash, unë nesër du që do flas dhe me ata të emisionit që më kanë kontaktu, edhe do bëj edhe diçka edhe në emision me dalë për ty, me të përkra, e me të bë në çdo lloj pike, edhe pa pikë interesi, pa pikë asnjë gjë. Arsyeja është vetëm se me që më thatë, do ju përgjigje se ka njerëz thojnë jo, ashtu e bë për të marrë lavdrata, për të marrë famë, apo të ju më keni kontaktu vetë, unë nuk kam thënë po. A kupton, nuk është se do thojnë ja e bën për famë, e bën me marrë lavdrata, me unë nuk jam me e bë, as me marrë me famë një mirë kohë. Lavdrata ti kjekos, më thjesht e bëj, ma ndjeu zemra, merr di kesh e bën. Faleminderit, po jo, unë thash, nga mu do bëj maksimumin e maksimumit. Zoti truaj dhe ju maksimumin e maksimumit e ke nga mu, edhe nga shumë njerëz. Do me thamë bështetësit e tu, fancat e tu, të mblidhemi të gjithë dhe të kontribojmë vetëm për gjetjen e Bleonës. Dhe Gofonti nuk e dija e kje ty ati atë ka ma ka qu ajo Odeta, edhe unë tani do merja dhe pak Odetën në telefon, që njerëzit ta ndgjojnë. Pa tjetër. Dhe tani bëj dhe në pyetje tjetër? Pa tjetër. Në një dyshim tjetër, ku ke pas gjithë të kohë, përveç këtyne që ke? Tani dyshimet janë në vendit. Edhe një pyetje kam. Pse mendojnë që mund ta kenë bërë këtë gjë ato njerëzit që më përmene çfarë? Po janë mashtruar prekos përpara sepse në gjendjen e avokatit. Mendojnë që e kanë shit Bleonën. Po dhe do me tha në gjendjen kur ka tërhiqë avokati, dosin janë rritur në shfetet në shumë amaramense dhe ta vuaj një fëmijë këta përpara. Nuk e imagjinoj dot. Ardhman nuk e di një krim. Turp për familjen mataj, turp për shtetin që nuk i dhani rrugëzi dhe kësaj çështje ka që të dhimshme. Dyshime kemi tash në shtetet ndryshme, kemi pas Gërqin, tani e kemi për momentin Frankfurtin e Gjermanisë. Dhe më duhet se s'ban të paguaj një detektiv, e pa tjetër. Se këto nuk po punojnë si që duhet dhe jashtë mund tjetë regula tjera. O, që hallit ka gjetë ty edhe. Shumë, bra, shumë, nuk e di pse. Shumë. Ta vuaj një fëmijë për 5, me ndër me thamë për 5 lavire, ta vuaj një fëmijë 6 vjeç. Nuk e di që them. Po tani ato tani i ti je, se tani ti po të kenë ato 100% se mund tjetë edhe në i gjë tjetër, a kupton, nuk i dihet. Se tani s'mundet me marrë unë besën time me ja bo atë gjë, po me më dhënë botën, kur nuk e kisha menu, jo me e bo. A kupton? Absolutisht. Me është diçka shumë, a kupton, se 5 veta, a më kupton këtë kozakon, 5 veta do kish dali, do dali, në 16 vjetë do kish dali laf, do kish dali i diçka. Ti dakord, mbaje dyshimin këtu, mos e hiq, po duhet meno edhe i herë i gjë tjetër. Meno edhe i gjë tjetër, menja nuk duhet të dashur. 5 gocat kanë pas në atë kohë pra 16 viteve nga 5 telefona që janë vënë brapa gocave, e kanë pa për një person me flok gjata duke tërhiqur një fëmijë zvarr. Do me thënë, ne si familje... Mena që e kanë marrë ata, po e kanë marrë me të mira, e kanë futur në makinë, e kanë ikë, se zvarr. Jo, se nuk ka qenë Leona fëmijë që t'ju binte dikuj. Pastaj ato mund të kenë bënë lloj një ashtilaçe gjumje, e që janë ata, po për momentin gjithë fshati doli dëshmitar. Ku erdhi policia, absolutisht ndryshe ne dhe ndryshe policisë. E kanë parë gjithë fshati, më së pari Ish Vjera e ka parë. Po, Ish Vjera kur e ka parë, ku e ka parë për herë të fundit?
Jo, vira ka pat personin duke gre një fëmijë zvarr, edhe një qon 3 që është vënë mbrapa 5 gocave, pastaj ka ardhur familja nga mali dhe ka marr gocën duke luajtur para dyqanit, i ka bler 30.000 lekë ambëlsira me mashtru edhe e ka quar atje në mal. Pastaj për gjysore i kanë mbaruar punët. Po pse e lën mal ti gocën? O ato erdhën e morën, më kos nuk e lashën, goca ishte të lujt me djalin. Qamilja dhe me thamë, vajza gjagjajt burit, erdhë e morë, se kishna shpijat në gjitë, masaj vajza rrinte tek ato. Ajo vetëm Qamilja si ka besu, Qamilja ja ka imponu në të farfeje. Sa vjeçe mund tjetë goca tani? 21. Po 21 vjeçe, për shumë fëmija 6 vjeçe, ma me nonën e babën, nuk arron mo. Ajo shumë i manë men, po varet nuk i lonë fare rrite sociale, more. Si rre 21 vjeçe edhe ta ketë pa. Ore, dakord, mund tjetë edhe kjo, po... është shumë e komplikume se 21 vjeç paktën, ajo del rrugë, ikën të policia, priti herë, thët. Po ikën, po gjithmonë të kemi pas kontakte me prokuror, me ekspert, me avokat, me detektiv, me gjitha thotë vetëm... Vetëm po t'i kënë bërë në i lavash truni, po? Po, vetëm sot është një ilaç që quhet turbulencë, ja kanë fshi gjithë trunë dhe ajo dhe me pa prindit sot nuk jeni ju, se gjithmonë është ja fshin memoria, mund t'i rikujtohet memoria, po zgjatin disa vite, se unë e njoh Bleon se kush është një fëmijë shumë asaj, mund t'i thëmë tash i fëmijë se është e rritur, po vetëm ajo po e vua një dënim pa bërë krim. Dhe këta më bëso, e kam thënë në gjitha mediat për 5 gocat, ka ikur goca, varë se si ka pa gocat, varë se në çmir janë sill gocat, dhe pastaj, kam thënë po të babi Bleonës, e kërkon Bleonën? Absolutisht edhe një thirrje nuk e ka bërë Mërkoz, edhe një thirrje më të vogël. Si ka mundësi, ma? Nuk kam pa unë ase njeriu tjetë jashtë normave dhe pa mshire, pa shpirë që mos të banjë një thirrje për fëmin, po si ta banja e thirrjen për fëmin, kur ashtë më 3 vete autori duke, zvajza gjallajt e tiz dhe skoshia. Si mund tale? Si ma për fëmin e vetë si qepse, Nuk e di, unë për menimin tim për fëmin e katroj botën, aj nuk mundet me bo një thirrje, aje ka bon shtetin të dishoj, aje ka bon shtetin që t'i vjen të prapa. Po shteti edhe, ku ka dyshu shteti edhe, me gjithë të akuza që ke dhënë ti, shteti që ka bërë du me ditë? Shteti i ka marrë 5 gocat në fillim, i ka mbajtur ka 2 orë në pyetje, i ka sjellë në shtëpi, i ka quar te Krimeteranda përsëri, me macchiato, pizza, hamburgera, i ka kthy në shtëpi. Imagjino ku ka rrit drejtësia dhe ne krimit po ja hapim rrugët. O që hallit ka ra ty edhe. Nuk e di, Zotja është i madh, të thash, edhe do të caktojmë një datë që të ngrijemi gjithë në këmbë, të bëjmë protest, drejtësi dhe vetëm drejtësi për Bleonën, të vërtetën dhe vetëm të vërtetën për Bleonën. Do të caktojmë një datë, do të bëjmë, do me thanë, fjalë me gjithë mediat, që të mblidhemi të gjithë që 5 goca të arrestohen dhe të tregojnë të vërtetën, sepse na hallakatën, jo Gjermania, jo Italia, jo Greqia, jo more ti kesh edhe me pulti nuk mundesh ti kontrollosh. Ore, Gjermania është e madhe, mëse në Gjermani mund t'jesh, po disa e madhe është Gjermania, ku gjesh në Gjermani? Është e madhe dhe ti nuk je me letra, se ku mund të rish. Gjermania e madhe. Unë nuk e di, janë shumë opsione që ti nuk mundesh ti bash direkt. E di si vetëm duhet bërë foto asaj Bleonës, që ka qenë e vogël dhe që edhe duhet ja modifikojnë se si mund t'jetë bëhe madhe, është një program që dikush e bon. Policia, për shumë, mund t'a gjej Interpoli, si ka qenë dhe si mund t'jetë bërë. A kupton se njeriu ka ndryshu për 16 vjetë, nuk është më... Ka qenë 6 vjeç, është bëjë 21, normal që merë pamje tjetër, gjë tjetër, po ti pare ti mbesit. Po, ti paret, si, do me thamë forma... Ti paret, ti mbesin. E ja kem bon, se kemi atë identitetin e Bleonës, se si mund të njifet ajo sot, sepse ja ka bon drejtori i CRCA-s, që quhe
zotëri që duhet ta falenderoj dhe unë do ta dërgoj nesër foton e Bleonës se si mund të ndodhet sot ajo dhe ma të foto duhet kërkuar jo ma të voglen që ishte 6 vjeqe. Se tani unë nuk marrë vesh, për shumë, një fëmijë 6 vjeç, mban mend për shumë shumë gjëra. Shumë ban, shumë. Unë për shumë s'maj mend 6 vjeç, me thënë vërtetë. Kos, po ta shif fëmijët, dhe me thënë, kosush, me thashun Bleona ishte një inteligencë e papar për moshën e vetë, për nuk e di, s'ma mërën qaf, ma larguan bashkë në momentin kur kishte nevoj për nanën shumë, për ndihmën time. Nuk e di shtë. Unë atë di që do zoti dhe bashko me Bleonën, unë do t'a qua rinë gjallë, unë çdo ditë kam qenë e vdekur. Më beso. Ti mos dish ku ke fëmin, mos ja të gjërëzërin, shteti nuk vepron, krimi asgjëru në 4 anët. Nuk është as pak e lehtë, as pak. Në i shenja, ka Bleona në i shenjë? Po e ka një shenjë në anën e djathtë të fytyrës në nofull një shenjë djegje, sepse duke luajtur me fëmijën e kunatës më të rëzburit, e ka shtinj pa dashje në shpëret. Imagjino si është përgatit krimi, ditën e premten e nxjerrëm certifikatën për ta operuar, ditën e shtunë urduk vajza. Ka qenë shumë plan i përgatitër gjithmonë nëpërmjet 5 vajzave, se ato për çfarë e kanë dhënë dhe për sa para janë mashtruar vetëm Zoti dhe ato e dinë. Se edhe në fshat atë dikush që e ka njoh terrenin e ka marrë, se s'vjet dikush me marrë fëmijën në fshat ashtu tafti bafti. Normal, që ato e kanë pas pionin 5 gocat, atë ditë është pa një makinë me targa unë du me ditë si kozak, çfarë shenjash ka lënë për shembull autori, për shembull dikush që e ka pa i sigurt, jo me llafe kalovi një makinë këtu kot pa lidhje dhe mund të ketë kaluar njëri për qeft vet, kupton? Po flasim në një provë që ti nuk kesh zbuluar. Sepse momentin personi që ka tërhiqur një fëmijë zvarr, është hipur në atë makinë. Po si e ka tërheq fëmijën zvarr? Si e ka tërheq fëmijën zvarr? Po se nuk ka bind fëmija, pra nuk ka bind, ajo ka qaj. Një fëmijë 6 vjeç mund ta kapësh kështu direkt dhe mund ta marrësh, është shumë e thjeshtë. E kanë bërë njerëzit pa zemër. Pa zemër e kanë bërë, sepse ato janë llogaritru. Nuk e mendoj, unë tani si kozak, unë jam çun 32 vjeç, qa nuk kam kalu një jetë, qa nuk kam pa, qa nuk kam ngju, e kam pa, e shumë. Dhe për shumë për të marrë një fëmijë shumë e thjeshtë, nuk mund ta kapësh në kraj, më duhet gojën e more, ike u fute në makinë, pse duhet me rreziku me e marrë zvarr, ku të nësë është, me e marrë zvarr është, ata nuk... E kanë parë 400 familje që është tërhiqur një fëmijë duke 400 familje e kanë parë të e marrë zvarr dhe nuk ka lëviz asnjëri? Jo, kur ka na policia ka thënë, ishte një prind që rrafte fëmijën e vet, ndryshe na thanë ne ishte një person me flokë gjata. Unë nuk i besoj shumë këto llafet që mund thojnë e ka marrë zvarr, nuk më duket e bindshme kjo. Kjo mund të jetë thjesht alibi e njerëzve. Po ja, pra, që në ditën që ka humbur dhe tashi që na doli dëshmitari, të njëjtat fjalë ekzistojnë. Makina me targa Mercedes në Vlorë, vajza ka ndjenjur 3 muaj në Vlorë, pas 3 muajve është nisur për Greqi. Po kush e ka mbajtur në Vlorë? Tashi dëshmitari është në prokuri. Kush është dëshmitar? Është një nga Vlora që telefonoj në studion e emisioni pa gjurmë, ai tani është si dëshmitar në krimet e rënda, përsëri ato persona janë me mbiemrin Mataj. Dhe kjo është kulmi. Nuk e di. Çfarë viti ka ndodhur kjo? Në me thënë 22 maj 2010. 22 maj 2010. Po.
dhe gocat ishin me lop, me keca, me qingja. Unë nuk e besoj njëherë, zemra ime nuk e thot kur. Jo, se shumë njerëz temi të vërtetën, unë personalisht e kam menduar vetë këtë gjë, historinë tate, unë tash që e kam diskutu dhe mendja të çon në shumë lloj mendimesh. Edhe kam mendu, për shembull si thonin dikur që ka pas shqiponjë që merrte kalamajt. Ne kena ngju se mos jam rrit ndonjëherë në fshat, po çka kena ngju këto njerëzit tonë. Dhe i kam mendu edhe këto gjona se ku nuk menja të shkon, po prap kam thënë do dilte një çizme, do dilte i xhup, do dilte një shenjë, kupton. Ore nuk do doli për një muaj, po do dalim mbrapa 3 muajsh, mbrapa 5 muajsh. Nuk ka shans, për këtë kam thënë, bëni hiq në këtë, absolutisht mos të shkuje në përmend, se të kanë dish për me mbill pistën, është e sa tjetër. Po, që po hanë, Arusha me 20 dima i fëmin, nuk ka shanse mëre, Kozak, sepse ajo trikën ta len, gjupin ta len, atletet i len, nuk këto kanë qenë thjesht për të mbilur gjurmët. Dhe këta nuk e besoj kur. Sidomos kur ka keca, qingja, lop, që 5 gocat kanë qenë me bakti dhe ta zhdukin një fëmijë, unë nuk e imagjinoj dot as nuk gjen fjalë ta përshkrua që shteti që në fillim tregu në ato me i toshin burgim me vdekje, sepse zhdukët një fëmijë totalisht të papajshëm. Po jo me vdekje, po ajo është ti varros është gjallë, jo ti dënosh me vdekje, ti dënosh me vdekje është diçka shumë e mirë se i shpëton. Këto është kush bën këtë lloj krimi, unë po të isha kryeministër, do apeloja nenin vendim, varrosje të gjallë, ti varrosësh gjallë të lloj njerëzish, nuk janë për të vrarë, me për t'i varur i bandera aty. Gjallë verë, për kamsh edhe i varkët, për me atë dishti, se kanë thënë edhe, i kanë hapur edhe këto muhabete Arusha, gjona, ha? Po, i kanë hapur normal, dhe me thanë policia, dëshin me thanë e ka hangre Arusha, e ka futur ndonjë shpell, apo diçka, thjesht për ta mbuluar krimin dhe unë. Po kërkime, a ka pas për shembull tek ai fshati, në për rreth fshatit? Po, do me thanë, fshati u zgjua gjithë në kamp, gra, burra, goca. Kanë kontrollu, a? Po, e kemi kontrollu edhe në si familje 3 muaj e vjerë, gjithmonë, mos e ka zanë gjumi, a mos e ka humbë rrugën, absolutisht asnjë. Po me ka ishte në mal atë ditë që kishte dalë në mal? Po, erdhi qamilja e mori, para duqanit. Qamilja, ku e çovi qamilja? Okej, mori qamilja, ku e çove? Te 4 gocat ati që ishte mali si për shpis. Po mi, aty kush e kishte në shikim? Të pesta. Po ku iku pra? Ku iku? Po ata e din pra, se nuk kemi shtet, ato deshin varë mes qytetit. Ore, dakord, 1 minutë, ti, për shembull, kur ke fol me këto, a nuk e shku për shembull me i thënë, okej, ku iku? A ishit aty, ku iku? Ku thoni ju, qa kanë deklaru ato në polici? Mirë me ty, se ti mund të kanë thënë, në polici, qa kanë deklaru? Në polici, du me ditë, ku ka shku? Qa ka deklaru në polici? A e ke pas këtu? Po ku iku? Edhe avokatë në polici ka thënë 5 vajzat, ti ishe e fundit, ti ishe me ta, ti hangre buk me ta, ti ishe, unë isha, fërshëlloj një njëri, thira diher Bleona, më përgjegji tretë, nuk më përgjegji kështu, i kje deklaratat edhe në shtet kaq. Ti ishe, unë isha. Nuk është kjo unë ishe, ti ishe, se nuk është tu lën paketën edhe ishte këtu edhe shkoj atje. Kjo është rast serios, se imagjinoj do të si, tani unë du me di qa deklarate kanë dhënë këto të pesta. Qa ka deklaru ti ishe, kush ishe. Okej, për ka kanë thënë ato që ti ishe, ajo do t'a japi deklarate. Mes Gentianës e Qamiljes ka qenë, sepse Gentiana e ka dërguar Qamiljen me marrë grepin thujza ka qenë për të marrë vetëm Bleona. Ka qenë e përgatitur planin gjitha situata. Si iku Bleona, qa kanë thënë ato, ku iku Bleona, e kishit parasyve, si iku? Absolutisht, Qamilja në sa neve shkok se e baktit, kur erdhëm, Qamilja me Gentianën i kishin marru hesapet me Bleonën. Po pra, dakor. Tani, kur ikën këto me këthuj lopët, kush iku me i këthuj lopët?
sa tjera, di tjerat kanë qenë me Bleonën. Këto të dyja që kanë qenë me Bleonën, qa kanë deklaruar këto të dyja? Ku iku Bleona? Ashtë një Bleonë, deshi Bleona me ikë në shtëpi, unë s'mone ndale, fërshëlloj një njëri. E ku shë mori Bleonën? Nuk e tregojnë ato persone. Po këtu du ta kapi policia dhe ta tregoj të policia, të rinë burg deri sa të zbardhet e timi. Sa të zbardhet qështë. Ishte kam policia dërgjit e në verë, po, he? Pra, policia du ta kapi dhe ti thot, deri sa të flasësh, do rish të brënda, jenë hetim, deri sa të gjëndë gjështë. Që kjo pun t'ju iku, si iku, ti ke gisht. Haj se po nëllë i gjokë. Ato e di se ku që kam dhënë vajzën, ato e di se pse unë edhe në familjen mata, se sot jetoj të prindret i mi, unë vetëm unë kam qenë ajo zemrënane që kam... E di pse t'ka ndodhur ty kjo gjokë shu, e di pse të ke vajtur deri në këtë lloj pike ti, sepse ti nuk e pasur për kraje, një, nuk e pasur mundësi ekonomike, dy, nuk e pasur shumë gjona dhe edhe jenë këtë fazë, se po t'jesh tani, për shumë të... Jo, unë do me thanë pas zhdukjes gocës, kam djenur një vit ati. Unë zëra 5 avokat për 5 gocat. Unë zëra avokat, baba i Bleonës tërhiqi dënëncimin, se po i del motra në televizor, nuk pi martohet motra, pi ngil motra në dirë, gjithmonë a ka një krim kaq i mistershëm, si është hata ta thuash. Besa. Jo, kjo për derisa ato e kanë pas të dyja aty, ato në qofë se kanë qenë të dyja aty dhe thonë që ka ikur në shtëpi vetëm dhe humbi, ato për mendimin tim, ato duhet ishin në burg dhe duhet të rrinin në hetim deri sa tu jetonin sipas ligjit dhe pastaj mund. Ato do të ishin sot e asaj ditën nga 2010 deri në 2026 ato duhet të kishin vdekur në burg, jo të vazhdonin jetën, absolutisht, por nuk, si që ka thënë avukati, nuk kemi pas ekspert të policisë sonë, dosjet kanë bën pluhur, kërkimet kanë ngelur vetëm nga na ime, nga na e shtetit 0, nga na e baba Bleonës 0, nga familja Mata 0, hajde vetëm unë nuk e di çfarë të bëj më unë, vetëm duhet të si, s'kam që me ban. Nuk di që me ban, më rrugë e fundit. Ti e shumë e fortë, për Zotin, ta kuptoj hallin, për kokë quni, ta kuptoj hallin dhe më vjesh shumë kesh. Më vjesh shumë kesh, e kam fëmi vetë. Mund ta imagjinoj dot, nuk mund ta imagjinoj dot se çan disi e mund të kesh, dhe me ta dhënë edhe gjithë botën ti nuk kënaqesh më. Jo, unë zemra ime është e lënduar ku s'ka ku shkon më. Nuk ban më. Unë si pas mendimit tim, nëse sa larg kanë qenë ky veni me shtëpinë tate? Një 10 minuta, bre, këto vetëm kanë pas, imagjino që Amilja që ka bërë, ka dhe ka marrë gosën para dyqanit. Dyqanin e kishna me shtëpinë 10 minuta, e ka qume një rrugë tjetër, ka bje 30.000 lek ambërsira, thjesht për t'ja imponuar gotës, hajde se janë pjek lullesh 30, hajde lona, e ka gënjër gotën atë farfeje, për 1 orë, ato i kanë bën hesapet e veta. Po ima planin që se kanë marrë ato, plani ka qenë i thurëm me kodha, ka qenë gati, dita ditës, veç me prit moment. Policia e shumë një se do gocë ka pas 5 telefona dhe policia va ka mbajt telefona dhe pse s'treguan dhe me thanë uniforma blu se çfarë u fshiste në 5 telefona. Po tani du me të pyet, po ti pse ti më thesh parë që e kanë marrë me dhunë? Jo, personin që nuk e ka marrë Qamilja me dhunë. Personi që ja ka ndërzuar e ka marrë me dhunë. Po kush e ka pa që e ka dorëzu? Oj, më së parë e ka pa Zhvira. Po Zhvira, pse nuk ka shku me denoncu, që thot ti... Oj, Vira ka tregu këta Zhvira pas 30 ditëve, kos po themo, se gjithë shka është shterë brenda për brenda, më reburi vetë. Tung, kanë lujt, tamam. Unë nuk e besoj këtë gjo, janë loqe fshati, kot pa lidhje. Dhe me thanë, të humbet mija djalit dhe Vjera ta tregoje këtë dhimbje pas 30 ditëve.
Unë tani në gjokë të se në përfshatra flasin pak, egzagjerojnë pak, kupton? Dhe nuk ma mëndja që ta kanë marrë me dhuna, ta kanë marrë me qef, e kanë marrë, i fëmijë të vogël, ja, sa e ste, e ka, e morën krajë, se të marrë. Nuk njef se të ka prim, nuk njef se të ka gjatë, nuk njef se të ka prim. Minja qanë, gjo normale se qanë. Po ata, ku janë këta njerëzit tani, këto gocat që akuzon ti? Njëra është e martuar në Bice, tjetra është në Rogozin dhe 3 tjerat janë të martuar në një fshat të Kosovës, Serbi, Mitrovic, Brezovic që nuk flasën shqip. Po ne, a keni kërkuar? Kam lanë brevent, e s'ke dirë sa mo familjen e ka pas edhe dita në telefon, edhe si ju përgjishta mos ma prish në jetën time sepse kam djalin. Dhe për fëmin tim nuk i interesoj ke. Imagjino një qamilje me lut një shtet, me një gisht. Po qamilja, kush është tani qamilja? Vajza e gjagjajt burit, pra baba do me thanë vjeri ma ta vlizur. Baba i Blonës gocë gjagjaj. Nuk e di. Po burri jot, ku është ish burri? Kur? Ku është tani? Nuk e di që 14 vite jam da me ta, morë ka di shteti, gjithë shka, nuk ka se ma, sa është i vendosën ka gjithë një veniher, në fillim ka pasjetuar në Tiranë. Tani, për momentin, si që ka thani Elviri në Kroaci, sa në Kroaci, sa në Gjermani, sa në Maqedoni, një zot e mervesh. Po ai nuk ka dalë në njëherë të kërkoj fëmijën e vetë fare? Absolutisht. Jo. Markos, vetëm Zoti është i madh. Po këtë babën e vetë, nuk e kanë rujt në njëherë, mos e ka ai gocën. Po nuk e di pse ta mba Blonën në Shqipëri e njeh edhe fëmia i vogël. Po si unë as nuk më shkon mendja një prind, për shembull, ta mbajë mbillur fëmin e vet, nuk e imagjinoj. Nuk e di që them sa ai nuk kanë se kanë në një vend, ai Maqedoni, Kroaci, me raste Gjermani, edhe vëllezërit i ka atje. Edhe kur nuk e bani thirrje, edhe domethënë edhe shteti thot duhet të ndiqet ai person ligjërisht. Sa do fëmia, për shkak se unë jam prind vet, fëmijën e vet e doaj, ka mundësi mes me dashmin tatësh. Unë për ta nuk mund vinë gisht sepse është prind, por për dirsa nuk bën një thirrje për fëmin, shtetin e ka vënë dyshim. Shumë dyshim, ja pak. Se sa do, a kupton, ai është e ka fëmijë dha, kupton, veç me qenë kanibal, pas e po të kanibal është tjetër muhabet, po fëmijën e vet. Unë do me thanë, ai pastaj humbi edhe goca, e mori edhe djalin 3 muaj, se ndoshta do shkrua njerëz pse unë dava, po diçka, se unë u lodha duke dhënë përgjigjve njerëz, tojnë zemrën e një nane, dhe unë nuk mund t'ja jap askujt mente minja. Tani më fal që po të pyes po tive që jeni nda me burrin. Kjo ka qenë arsyeja që humbi goca dhe u ndave. Po prit humbi goca. 5 avokati zonë për 5 goca që ti dënonte shteti këto dhe të dilte në pa e drejta e Blonës. Baba i Blonës tërhoqi denoncimin. Ligjërisht, njëri nga prindit, po tërhoqi denoncimin, shteti nuk merr ka hapat e dur se ishim bashkë. Pastaj kulmi që ishte, mori djalin, se djali ishte 3 vjeç, 3 vjeç e gjysë që shto për 4, mori djalin, në atë kohë kur ishte mlujt truni mu me mërzijat e mia, në kams, as nuk ma la ma taku, vetëm shpirtje me diçka për jetu, as nuk ma la të takoj, hapte telefonin, as nuk i kthente mesazhin, atë qënë puna ndarje, Marko,
automatikisht puna ndar. E për ka me në tonë në zapot, me ndojnë vetëm pastru, se gocën një, qunin një, burin një, si ashtu se njerëzit nuk e kuptojnë halin e tjetit, por çfarë të rishë në zapot? Unë kam qenë ajena që i kam prit me prokuror, me deputet, që i falenderoj ka qenë Aslan Dëgjani, ka qenë Flamur Noka, ka qenë prokurori përgjithshëm Anton Martini, kanë qenë të Nuhatis, kanë qenë gjithë, babajnë e Blonës nuk e kanë gjithë ati ki mori djalin, deshti maratis edhe djalin mëre. Imagjino çfarë ka bërë ai print, mama për djalin nuk ja qiti, djalin shkova ja mora në Tiranë dhe bërë zgjidhjen e martesës. Po nuk shkon puna, më ishte të mvlut truni për mërzin e gocës dhe unë do të merrem akoma matë njëri, për motra ati e zhduki vajzën dhe unë tjetoj në atë familje. Po nuk vjen të koka me një estek me kriminali, nuk ban. Një prind që s'kërkon fëmin e vetë, larg atija. Ashtë merë. Tani, më thuj qa do me të bo dhe në qa ndime të boj me si nga finat. Thash, më lidhe me të gjithës, ashtë hapër një GoFund, më lidhe me të gjithë nga nga financiare të kërkojnë vetëm për mbështetjen e Blonës, sepse po të zonsh avokat do, po të zonsh detektiv do, po të uftosh në emisione ku do, po të uftosh për një denoncim, faturime gjithë shka, do gjithmonë një ndim vetëm për mbështetjen e Blonës. Dhe mund ta japësh edhe GoFundin, edhe gjithë shka që je një njëri me zemër të madhe, je një njëri që ki e famë, do kisha bon thirrje edhe patriotit tim, Alex Vishës, që ta qoje zërin për Bleonën. Alexi, shqive të ta shpjegojnë puna, Alexi nuk ka lënë njëri shkreti pa një mund në për GoFund dhe në për ashu, po kur kanë dalë e kanë shajt pa arsye, as njoni nuk ka dalë me emrojt me thënë, o dzio, pse e shani, pse e boni, a i ka një mund njërës. Alexi në një, sa një njëri me zemër të madhe. Alexi është një njëri me zemër shumë të madhe. E kam vla ata se ashtë edhe origin nga Kupsi, unë do kisha bon thirrje, le ta ngrinje zërin, se ashtë Alexi jam unë shumë i sigurt që Alexi jo e ngre zonin, po Alexi bonamin, se ka bonamin për gjithë shqiptarët këtu, për gjithë shqiptarët këtu e ka bonamin, po... Të momente e falenderoj në emër të një vllai një, edhe ta ngrinje zërin për Bleonën, sikur të ishte, do me thanë, motre vet, goce vet, të bashkohemi të gjithë, dhe ta kthejmë Bleonën e gjithë. Jo, doja thoja për Zion, për... Besoj se do të reagoje. Po, do reagoj. Alexi nuk është marrë mo nga që dilnin e shanin, a i një mote njerëz, jo këshu, dhe njerëzit nuk dolen me emrojt Alexin kur e shanin. Edhe tani a i është mërzit, e di unë, edhe nuk është marrë mo nga që e kanë sha, e kanë bë, e kanë ashu, dhe njerëzit nuk e mrojtin, jo, a i një mote njerëz, jo për përfitove, jo për vodhe, jo për... Alexin sa është njëri me ndinja, rasti i me prek Alexin. Po e ti, nuk po të lafë që e prek. Alexi nuk besoj, do me thanë se këtë thirrje në emër të një nane dhe për një patriote që i ka humbë nga Kupsi, nuk e besoj kur sa Alexi kthen shpinën që saj situate. Dhe këta jam e bindur 1000%, janë 100%. Të mblidhemi të gjithë, ta bëjmë një shumë ka shku, do me thanë, pri donatorëve tjerë, se gjithë e ndajnë dhimbjen me mu, na duhet një shumë 50, 60, sa të bëjë zemra donatorëve 20, sa nuk u kërkojmë në detyrim, gjithmonë vetëm me zemër. Ajo shumë, sa e vogël tjetë, gjithmonë dhe tjetë një dritë, një shpresë, vetëm për Bleonën. Dhe kur ta kthejmë Bleonën e gjithë shqiptarë, gjithë nanat, motrat, vëllezër, ne do t'jemi, si thonë krejevije, pra sepse po luftohet vetëm për një fëmijë që i mungon mbar popullit shqiptar, e sidomos si sa një njerëzit tani që komentoni këtu, kjo është, mi ka të rëgu mu halën, privat ka 5 milion halë, është fidhi 4 kjo orë, ju që komentoni, do lekët, nuk ka si pik leku kjo është, në pik mes 4 rrugëve,
pa lek, pa gjë, pa përkraje, pa ndim. 18 vite jam shkatruar, kush e beson, kush e beson. Çfarë do thonë, lek, po si s'do lekare. Po me qa do ta gjej kjo, me milingona apo me gura ka përdej? Sa ka paguar, sa ka paguar. Çfarë do thonë, do lek, po është në halër, është halë gjie, s'ka asnjë njeri, fidhi katë gru tek pull. S'ka asnjë. Kush do ta animoj? Kush doj ta animoj, ju që bëni komente, shu kot do lek do, se qa do? Me qa do ta gjej? Me gura do ta gjej? Mund të va bash reparte dhe të zhdukur komplet, sepse nuk... Kush do me dhen lek, kush do me animuj të animoj, kush do me bë gam dali jashtë, nuk do më ndim nga negativat. Aja na që nuk ja lëshoj kur dorën fëmijëve minj kur, dhe do t'jem ajo shqiponja me krah që do t'luftoj deri në ditën e fundit për gjetjen e fëmijës tim. Dhe personalisht po edhe krejt popullin dhe vëllezërit e motra i kam me veti sepse... Mu më ke nga mrapa për Zotin si me pas vlajnë tatë, më ke dhe mu, për Zotin, për kulturë, më ke për kraje, për qatë dush, ndash për nga mënyra financiare, ndash për publik, ndash për me njerëz, me avokata, me qatë do me t'nimu, njofim loj njerëzish, qatë kesh nevoj, do e kesh për krajen maksimale, jo vetëm sot, po kur dush numrin tim e ke vetëm merë në telefon, biles unë kam folë dhe me ata të emisionit pa gjurëm, dhe kam e dalë dhe në emision për ty. Më ka dalë shumë sa një djallë vullnetar, që ja përgjithë, se unë me thanë drejtë, unë s'kisha si me gjithë ti, thash o dirë sa muna për me kontaktu me Aleksin, e kemi patriote, ai nga Kuksi, unë nga Kuksi, ai për kërkan mos me bon, thash kur për rastin e Bleonës, besoj se gjithë kush që kam e bo Zio, ta garantojnë, Zio është njëri që ka animu shumë njerëz këtu, po ta shpjegova që ka ikë sepse njerëzit ata e shanin, jo bënë e këshu, e i shkreti tu një mu njerëz edhe nga gjepi. E shanin e bënë, thaj, po ike unë tu argju, edhe lek, edhe gjona, edhe ko, edhe këto gjona, edhe të fusin dhe të shame, edhe mos të mroj as njoni, me dalë në njoni me mrojt, edhe pra ne nuk është marë më Zio, se Zio zemën që ka Aleksi, pak njerëz e ka. As nuk kam dhimbje, edhe mund të lodhin me dhimbjen e tjetrit. Po me këto piranjat, a je marrë në herë me këto piranjat, se dhe këta janë të mirë këta piranjat? Jo, bekos piranjat, se piranjat duhet, nuk e di, jam unë i kapin 5 vajzat në kohë ku jam... Si kapin e piranjat e? Kush e, piranjat e? Piranjat në vdekë shërën të vinë të shpia. Vinë të shpia, po gocat janë pikë më pinjës, do me tha, Mitrovic. Si e ke emrin tim falë se nuk ta di emrin të lutem? Bukurie ma. Bukurie. Ti duhet provosh çdo lloj opsioni që mund të ekzistoj, duhet me e provu. Themi ne nga ferra del trandafili. Kupton? E qartë. Kështu që ti duhet provosh, do thush nuk kam shpresë aty, po provoje kot. Kujdiet. Testopi, ka emisione, duhet kërkosh, tani që do të shikojnë ta edhe me mua që do të marrë unë për ditë në telefonet, do të fuz dhe live në TikTok, do të vinë sa më shumë media, do të afrohen. Kupton, do të thojnë, hajde të ndimojmë, se ka dhe njerëz human, njerëz të mirë, si që përgjigja unë, që jam duke ju nimu pa pik interesi. Njerëz mendojnë se kur jam të e bë për audienca, për famë, nuk e du, kam mënyra tjera me e bë audiencën e famën, ka e gjëna tjera. Mu më kontaktut, do ju përgjigjem se jam prind vetë, kam 2 kalamaj vetë. Dhe për Zotin kam kalu dhe unë 1 milion hadhe, edhe kam pas dhe unë njerëz një jetë që më ka nimu. Edhe pranaj nimoj njerëz. Për arsye sepse unë kur kam qenë dikur në pozita të vështira, ka dal një njeri që më ka nimu dhe nga hiqi, dhe jam çudit. Edhe prandaj ndihmoj njerëz. Se kam thënë edhe unë kur nuk kam pas më ka nimu dikush dhe nuk e harroj gjithjetën. Kështu që edhe unë ty do të nimoj. Pasi lloj interesi. Edhe falenderoj gjithë shqiptarët. Të gjithë shqiptarët janë duke në ndjekur 5.000 veta live, kanë 1 orë të sa që për në ndjekin 5.000 veta dhe për Zotin nuk e ke as një koment, as negativ, as
thjesht gjithë shqiptarët. Unë jam një nën që kam luftuar, kozë, dhe do të luftoj din vdekje, beso. Dhe unë si kozak. Unë jam e vdekur për të gjalli, po nuk ndaloj dot për të drejtën time. Jo, nuk e si me ndalu ti për fëmin ta, edhe ti edhe në këtë botë s'ke për ndalu dhe në botën tjetër e vdekem nuk e për të ndalu duke kërku. Ka të gjërë ti. Unë duhet të bërë të me e fort me vlizër dhe motra shqiptarë. Unë të them vërtetën, pranova pa e menduar, me të ndimu, për arsyen sepse e ke meritu këtë gjë me të ndimu dhe unë dhe shumë njerëz tjerë sepse je një non burnesh që nuk ke ndaluar kur duke kërkuar fëmin tënd, edhe unë për këtë gjë që ke bë, unë të respektoj, qa do të bosh ti, qa do kush do qofsh ti. A kupton, vetëm për këtë lloj gjoje që ti je tregu për fëmin tat, burnesh, për mu i ke një përkraje deri në vdekje. Edhe unë ju falenderoj shumë dhe kurdo që ndan dhimbjen me mu, Zoti begatov, Zoti ju ashtov bereqetin, shëndetin, pasurinë, sepse po bën fjalë për një dhimbje kaq të madhe se mund. Po te Spaku, pse s'ke shku ndonjëherë te Spaku me kamera të marrësh emisione? E kemi futur çështën në Spak me avokat, po. A do me çun? Po më do flasim pas planë tjetër, do ta bëjmë, të thash të mblidhe me gjithë bashkë dhe ta bëjmë pa mund të rënd për Bleonën. Ta bëjmë pa mund të rënd. O Zot, beshallah, Zoti ban mrekulli, o Zoti ma. Tani qa do vish nesër që të nxjerr dhe këto gofondet unë këto gjonat? Po bashkë të ndjerë qërësone mërkos dhe ne kur dush pa me rak. Po, unë kam për t'i nxjerr me poste, me gjona sa ta mjë live-in dire, kam për t'a postu. Po, në fa që të në Instagram story se të pashu, unë falenderova kishe hidha atje në Instagram në story, ju falenderoj pa mas dhe gjithë në ato të ishtë janë live e mamin e Bleonës dhe të ndimojnë. Sepse shqiptarët janë zemër gjanë edhe din ku ta bajnë një të mirë. Po. Këtu, ku vërtetohet. Tani, do të vini nesër me adresën tate live, si me ndonë? Kismet. Po ashtu fut në i robin tatë, me fola, me umar me gofondina. Po bre. A më të gjonë? Drita, thokos, vendinim nëmë këto. Me ka jeton aty? Po ikin drita. Me ka jeton? Me nanën, vetëm me nanën edhe me djali. Ose nuk vini në Tiranë, me jetu në Tiranë? Ardhokos, me qa me ardhë, sa shpenzime kam bon për Bleonën 16 vite dhe edhe familje në mua kam fut në Ranoja, besa. Mbështetin vetëm të familja kam gjithë. Babaj ka 10 vite që më ka vdek, të me thanë, nanën e kam 2 vjetër, nuk e di se me këto mërzi e kam gulfat edhe familje, besa. Dhe me thanë e të me një fat, nga ta shikon da live i dije që janë fikur drita. S'ka problem. Ti që komentova shu bëna fotës e më shkujtën ku je, i thash live. Okej, pra unë të falenderoj shumë dhe... Unë falenderoj dhe falenderoj gjithë shqiptarët për kontributin që kanë bërë në emër të Bleonës. Shumë faleminderit, shqiptarët do të përkrajnë deri në fund. Që more gëzimin dhe u tregove një djalë me zemër të madhe siç i ka lind nana djem shqiptar. Unë jam çuni vujt vet, kam vujt vete 2 milion gjona dhe më dhimbse njerëzit që kanë, sidomos këtë rastin që ke ti, është rast seriozisht për të ndihmuar dhe për të ardhur shumë keq. Gjithsesi, unë kur të mbyll live-in do t'i postoj gjitha ato dhe do merrem me ty. Okej, falenderoj shumë. Falenderoj dhe unë pafund dhe dua të bësh sa më e fortë. Shpresa është që vdes e fundit dhe ti. Ne jemi shqiptarë dhe nuk do të dorëzohemi pa e marrë vesh të vërtetën. Jo. Duroj gjithë mirë dhe Zotit bekov dhe... Edhe ty Zotit bekov, faleminderit shumë dhe ciao.